Nga Gjergj Zefi. Rasti i Nicolas Maduro në Venezuelë ka hyrë në historinë e shekullit të 21 si një shembull ekstrem i rrëzimit të demokracisë përmes mekanizmave formalisht demokratik. Pas një disfate në zgjedhjet presidenciale të vitit 2024, Maduro nuk pranoi rezultatin, i mbylli kundërshtarët në përburgje, e shpalli veten lider të ligjshëm dhe ndërtoi një regjim që kombinon frikën, propagandën dhe mbështetjen e segmenteve të varfra që i mban të lidhura përmes ndihmave sociale. Është një diktaturë e kamufluar që nuk përdor më tanket për të shtypur qytetarët, por ligje, para, propagandë dhe kontroll total mbi institucionet, madje në emër të reformave dhe rindërtimit. Duket larg? Jo, nëse e sheh Shqipërinë me sy kritik. Edi Rama pas 13 vitesh në pushtet ka instaluar një model të ngjashëm, por me kostum europian dhe stil artistik. Nuk kemi burgosje të hapura të kundërshtarëve, por kemi një drejtësi të kontrolluar që ndjek selektivisht, një media të blerë që hesht, një opozitë rënuar nga infiltrimi dhe fragmentimi, një administratë tërësisht të partizuar dhe një cikël zgjedhjesh ku rezultati është lehtësisht i parashikueshëm. Qeveria kontrollon të dhënat personale të qytetarëve, i vë në patronazh, i vë në presion dhe pastaj u ashet lirinë si fars. Nuk ka më zgjedhje, ka vetëm votime, nuk ka më parlament, por një zgjatim të ekzekutivit, nuk ka më pavarësi të institucioneve, por thjesht instrumente lojalitetin ndaj pushtetit. Ndërkohë, i njëjti pushtet që zhvesh çdo element të demokracisë brenda vendit, në sytë e ndërkombëtarëve shfaqet si reformator, si lider i stabilitetit, si njeriu që nuk hap konflikte, por i zgjedh. Dhe kjo është pikërisht mënyra se si modelit venezuelian i është dhënë versioni i përpunuar ballkanik. Në vend të konfrontimit, përdoret imazhi, në vend të tankeve, përdoren paktet me oligarkët, në vend të shtypjes brutale, përdoret shterimi ekonomik i çdo alternative. Rasti shqiptar është më i sofistikuar se ai venezuelian, por rezultati është po ai, një pushtet që nuk lë hapësirë për rotacion, që kontrollon çdo hallk të shtetit dhe që ka zhndërruar demokracinë në një teatr përballë një populli që ikën nga syt këmbët. Ndërkombëtarët këtë e dinë dhe e tolerojnë, sepse Shqipëria nuk është prioritet, sepse Rama është i Zotit u jap atë që duan të dëgjojnë, sepse në një rajon plot me tensione, më mirë një autokrat që sillet mirë, sesa një demokraci që bën zhurmë. Kjo është heshtja që po mban gjallë një sistem që ngjan më shumë me Venezuelën e Maduros se me një vend të NATO-s që pretendon të hyjë në BE, e ndërsa në Venezuelë pati një opozitë që sfidoi, një shoqëri që protestoi dhe një diasporë që tronditi regjimin nga jashtë. Në Shqipëri mbizotron apatia, opozita është e vetvrarë, shoqëria civile është e blerë, rinia ka ikur dhe pushteti po zhndërrohet në promë personale pas një pengesë. Rasti i Maduro nuk është thjesht një kujtesë historike, është paralajmërim. Shqipëria nuk është ende Venezuelë, por është në të njëjtë rrugë, vetëm se me më shumë estetizëm, më pak rezistencë dhe krejt në heshtje. Kur pushteti nuk jepet përmes zgjedhjeve, kur drejtësia godet me komandë dhe kur askush nuk ka fuqi të thotë mjaft, atëherë demokracia ka vdekur, edhe nëse e shpallin të gjallë në çdo samit ndërkombëtar.